Murat Jashari, Bashkim Jashari apo Bekim Jashari. Kur ka mbetur vetëm edhe 8 ditë deri në zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, tashme janë shtuar zërat se kush do ta zërë vendin e Vjosa Osmanit për 5 vjetet e ardhshme në krye të shtetit. Por ajo që është më së qartë ka të bëjë me faktin se Albin Kurti nuk po bën as edhe përpjekjen më të vogël që Vjosa Osmani të vazhdojë si presidente. Prandaj, emrat më të përmendur si kandidat unifikues janë ata nga familja Jashari. Murat Jashari, profesor universitar, është përmendur edhe më herët si kandidat i mundshëm për president të vendit. Megjithatë, ka zëra se shtetit mund t'i pri edhe Bashkim Jashari, komandant aktual i FSK-s, apo Bekim Jashari, ish kryetar i Skenderajt. Për të evituar zgjedhjet e jashtëzakonshme në prill, duket se edhe partitë opozitare janë pajtuar që të gjendet emri që i përbashkon, edhe pse publikisht hezitojnë ta përmendin një të tillë. Po ashtu ka zëra se kryeministri Kurti preferon që presidenti i ri të jetë Bashkim Jashari ose Bekim Jashari, por jo Murat Jashari. Bashkimi dhe Murati janë djemtë e Rifatit, kurse Bekimi është djali i Hamzës. Burimet e Ballkanit brenda PDK-s thonë se kjo parti është e gatshme ta votojë secilin emër që vjen nga familja Jashari, por prioriteti i tyre mbetet Murati, ndërsa më pak i preferuar është Bekimi, për shkak të përplasjeve që disa nga eksponentët e PDK-s kishin me të sa ai ishte kryetari i Skenderajt. Në anën tjetër, 6 votat e AK-s do të shkonin blanko për secilin emër që del nga prekarja. Ndërkaq, në LDK ka ende hezitime. Megjithatë, sinjalet janë se edhe kjo parti do të qëndronte në sallë ditën e zgjedhjes së presidentit.